Para pak minutave në oborin e qendrës klinike universitare të Kosovës, një vetur ka shpërthyer. Po është një, si tush, mjetë shpërthys makinën time. Konsideroj që puna e përditshme për nivet e saj janë në krye të institucionit të QKUK-s, me qenë se në jetën time private nuk kam asnjë problem as në kalumen as tash. Konsideroj që krejt ky akt është i lidhen më shumë me detyrën time zyrtare, me punët e mira dhe vendosmërinë për me vendos rregull rend në qendrën klinike universitare, dhe ndoshta kjo punë ju pengon grupeve të ndryshme të interesit, qoftë financiar, qoftë grupe të tjera, të cilat mund të kenë lidhje, ndoshta edhe me zyrtarët e QKUK-s, edhe me të tjerë, por jemi shumë vendosur në vazhdu punët e mira dhe punën e përgjithshme të cilën e kena bërë edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, përkundrazi këto grupe, nëse kanë zgjatur këto metoda dhe këto mjete me na friksu, e kanë shumë gabim.